shikoj fytyrën tonë. Këtë kisha personte, ju falenderoj. Rrisim një brez të rritur në inkubatorin e betonit të Edi Ramës. Dhe një çështje tjetër, dhe me këtë do ta mbyll se duhet flas shkurt. Shpesh herë shoh në për komentet në rrjetet sociale, qoftë edhe kryeministrin që na thuhet që jo po që Zvërneci, jo po që Deti, jo po Flamingo. Unë besoj që pika vlimit dhe ajo që shqiptari vërtet nuk e duron dot, është marrja zvarr. Ne nuk pranojmë të na marrë kur zvarr. Vërtet ne ndonjëherë si popull bëjmë kompromis me të keqen përmes korrupsionit, përmes ndonjë mbyllje syri ku shikojmë që shteti na bën një padrejtësi. Po kurse si këtë popull nuk e merr dot zvarr. Sepse në ato moment dhe tek mua, besoj po dhe tek gjithë shqiptarët, Loj Gjaku u rikthye në vetdijen tonë, historia, që shumë perandori janë munduar të na marrin zvarr, por perandorit janë shuar dhe gjua shqipe dhe shqiptarët nuk janë shuar. Dhe Edi Rama, pjesë e oligarkisë botërore, nuk do të na shuash dot si kom. Për mes piruetave të tua, për mes gënjeshtrave që në mëngjes thua një gënjeshtër. Tu për të ardhmen tonë. Bashk, ne duhet ta bëjmë Shqipërinë më të mirë në mënyrë që ne mos të largohemi, por të qëndrojmë këtu dhe të shërbejmë vendit dhe juve. Shpresoj që Shqipëria nga dita në ditë të bëhet më e mirë. Faleminderit. Në të një qytet më i ndotur, më i pazhvilluar, më i keq shërbyer, është keq edhe për ju. Nesër, kur ju... Ndat e ti dhe kur të kalojmë me gjithë gardën dhe me gjithë ata cilët i rrinë akoma mbrapa, ktheheni ku rrinë. Ti thon që është bërë është ai viti 2003, që është bërë nga Universiteti i Pizës. Unë nuk e di të çfarë projekti të inauguruar të gjithëve. Jam shumë i gëzuar të shikoj më shumë njerëz. Sa ditën e parë dhe dytë, kam një thirrje për punimi shumë të rëndësishëm që është bërë. Por në harret, çdo shtet tjetër i botës do jepte para